Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga gjëndra tiroide urgjente duhet të konsumoni këtë 7 ushqime. Gjëndra e tiroides ndodhet në pjesën e përparme të qafës dhe ajo prodhon hormonet e tiroides, të cilat kanë një ndikim në zhvillimin fizik dhe mendor, zhvillimin e qelisave dhe metabolizmin. Sëmundjet ose çrregullimet shëndetësore mund të ndikojnë funksionin e gjëndrës tiroide duke shkaktuar një veprimtari hiperaktive ose të ulët të saj. Ekuilibrat e gjëndrës tiroide janë të rëndësishme për të parandaluar dëmet në shëndet ose procesin e plakjes. Këto ekuilibra mund të kthehen nëpërmjet konsumit të disa frutave dhe perimeve të cilat arrijnë të ruajnë shëndetin e gjëndrës tiroide. Boronicat janë të pasura me antioksidues të cilët ndihmojnë në paksimin e hipotiroidizmit ose veprimtarisë së ulët të tiroides. Studimet kanë treguar se boronicat janë të parat për sa i përket sasisë së antioksidantëve në krahasim me 40 fruta dhe gjithashtu perime të tjera. Boronicat përmbajnë shumë vitamina dhe minerale dhe ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të trupit dhe shmangjes së sëmundjeve. Qershit janë të pasura me antioksidant dhe vitamina dhe japin trupit tuaj një nivel të lartë mbrojtjeje ndaj sëmundjeve. Qershit janë një frut i jashtëzakonshëm për ruajtjen e funksionit të tiroides. Gjëndra tiroide, një gjëndër e vogël e vendosur në pjesën e përparme të qafës, luan një rol tepër vendimtar në rregullimin e metabolizmit, rritjen dhe gjithashtu zhvillimin. Shumë njerëz vuajnë nga problemet e tiroides si hipotiroidizmi ose hipertiroidizmi, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e jetës së tyre. Për fat të mirë ka ushqime të cilat mund të mbështesin funksionet e tiroides dhe të nxisin mirëqenien e përgjithshme. Algat. Nëse ju vuani nga hipotiroidizmi, algat e detit janë një aleat i shkëlqyeshëm. Ato janë ushqim natyral i pasur me jod, një element shumë i nevojshëm për funksionimin normal të tiroides. Arrat të kripura. Një tjetër ushqim i cili mund të ndihmojë janë pikërisht arrat. Arrat braziliane dhe lajthit janë burime të mira të selenit, i cili gjithashtu ndihmon në mbështetjen e funksionit të shëndetshëm të tiroides. Peshku. E njëjta gjë vlen edhe për peshkun, i cili është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe selen, të cilat të dyja ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Salmoni dhe gjithashtu merluci, levreku janë disa nga peshqit të cilët janë më së të rekomanduar për të mbrojtur gjëndrën tuaj të tiroides. Dhe gjithashtu, sipas ekspertëve, ju duhet që të përfshini në regjimin tuaj ushqimor produktet e qumshtit. Sipas ekspertëve, ndër produktet më të rekomanduara të cilat do të ndihmojnë në gjëndrën tuaj të tiroides për të mirëmbajtur nivelet e saj të duhura të hormoneve si edhe gjendjen e saj të mirë shëndetësore, bëjnë pjesë edhe produktet e qumshtit, të cilat mbeten një ndër produktet më të rekomanduara për sëmundje nga më të ndryshmet, kundërto ne mund të përmendim edhe gjëndrën tuaj tiroide. Sipas ekspertëve, ato ulin inflamacionin e tiroides dhe gjithashtu mund të përfshini kohës akullore dhe qumësht të cilët përmbajnë jod, që i nevojitet tiroides për të parandaluar ëndjen e gjëndrave të saj. Vezët. Vezët e freskëta përmbajnë shumë selen dhe jod, të cilat janë lëndë ushqyese që janë të dobishme për shëndetin tuaj të tiroides. Ju mund të përgatisni edhe kurën me lëng xhenxhefili. Hipotiroidizmi është një sëmundje e cila prek gjëndrën tiroide, duke e penguar atë që të prodhojë sasi të mjaftueshme të hormoneve. Kjo sëmundje kronike mund të trajtohet dhe të kurohet me një sër medikamentesh apo me kura natyrale. Sipas të dhënave, një prej këtyre ka të bëjë pikërisht me lëngun e xhenxhefilit,
një pije e cila përgatitet shumë lehtë dhe ka efekt të shkëlqyer. Ushqyesit e nevojshëm kundër hipotiroidizmit. Në momentin që trupi preket nga hipotiroidizmi, metabolizmi bie në gjumë. Hapi më i natyrshëm në këtë rast është marrja e mineraleve për të aktivizuar tiroiden. Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme, por jo i vetmi. Magnezi, zinku, kaliumi janë 3 minerale të dobishme të cilat do t'ju ndihmojnë të ndiheni më mirë. Lëngu i xhenxhefilit është i shkëlqyeshëm sepse jo vetëm që plotëson nevojat për këto minerale, por mund ta pini rregullisht gjatë ditës pa pasur asnjë problem. Si të përgatisni lëngun e xhenxhefilit? Përbërësit që do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara të xhenxhefilit, një kastravec, një lugë me gjethemente të coptuara, 1 litër me ujë, një lugë çaj me krip të jodizuar. Përgatitja: ziheni ujin në një tenxhere, pasi të ketë marrë val, hiqeni tenxheren nga zjarri. Në një tas qelçi ju duhet që të vendosni xhenxhefilin, menten, kripën e jodizuar dhe copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zjerë dhe mbylleni me kapak. Lëreni përbërësit që të ndërthuren mirë me njëri tjetrin për një ditë të tërë në temperaturë ambienti. Të nesërmen filtrojeni lëngun. Lëngun me xhenxhefil mundet që ta pini për gjatë gjithë ditës. Në qoftë se ky lëng ju duket shumë i fortë, ju mund të zbusni intensitetin e tij duke shtuar më shumë ujë. Këtë kur mund ta bëni 1 deri në 2 herë në javë për 1 muaj. Përfitimet që vijnë nga xhenxhefili. Sipas të dhënave, xhenxhefili është tërësisht i pasur me magnez, kalium dhe zink. Ai njihet si një ushqim me aftësi të pasura kundër inflamacionit. Njerëzit të cilët vuajnë nga tiroidja e ëndër duhet ta përdorin xhenxhefilin rregullisht sepse ai parandalon deformimin e fytyrës dhe gjithashtu të qafës. Për më tepër, xhenxhefili është i dobishëm për eliminimin e lëngjëve të akumuluara në trup. Problemet të tiroides, të cilat do të shfaqen me kalimin e kohës, janë rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e çrregulla të femrave dhe rrahjet e ngadalta të zemrës dhe një përgjumje të përgjithshme. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se ekziston edhe një kurë tërësisht natyrale e cila përbëhet me lëngun e hithrës dhe ajo do t'ju vijë juve në ndihmë për të trajtuar hipotiroidizmin. Përbërësit janë 2 lugë çaj me gjethe hithre të thata ose të freskëta dhe 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mjalt. Mënyra e përgatitjes: shtoni 2 lugë gjelle të hithrës në 1 filxhan me ujë të nxehtë. Lëreni gjithashtu për 5 deri në 10 minuta dhe pasi të jetë ftohur mjaftueshëm, kullojeni dhe shtoni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Hithra është e njohur për vetitë e saj. Kjo bimë është një burim i pasur ushqyesish si vitamina A, B6, kalcium, hekur, magnez dhe gjithashtu jod. Prezenca e jodit e hithra ndihmon gjithashtu për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm, e cila mundet që të përbëjë shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi, duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimin tuaj disa produkte të këshilluara, siç janë për shembull vezët, mishi, peshku, ushqime si bananet, domate, portokalle, fruta pylli, oriz, fara chia apo fara lini, qumësht, djath, kos, ujë dhe pije pa kafeinë. Gjithashtu, duhet të evitoni ushqime si për shembull gluteni, makarona, buka, bira, produktet e sojës, perime si brokoli, spinaqi dhe lakra. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patu videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.